Good morning, Your Honor. Mirëmëngjes, i nderuar gjykatës, zonia administratore të gjithë të pranishme në këtë sallë. Gjyqi, i nderuar gjykatës, jam i lumtur që kam mundësinë që të flas këtu. Paraqitemi sot për të folur sot lidhur me përpjekjet e shëmtaçit dhe të akuzuarve të tjerë për të minuar dhe manipuluar kuadrin e kësaj gjykate, ato në mënyrë të drejtë për drejtë kanë dhunuar vendimet gjyqësore dhe të cilat kanë patur si synim që të bëjnë të mundur që dëshmitarët dhe viktimat të mund të japin të shtëpinë pa patur frikë dhe influencë dhe që të kenë besimin që identiteti i tyre nuk do të ishte konfidencial. Shëmtaçi është i akuzuar se në mënyrë sistematike dhe të vazhduar, ka vazhduar që të ndërhyjë me këtë dëshmi të dëshmitarit dhe ka dhunuar të gjitha urdhrat e gjykatës, të cilat kanë synuar mbrojtjen e informacionit të konfidencial të bashkëakuzuarit, kanë marrë pjesë në mënyrë të paligjshme në këto krime. Sjellja e të akuzuarve është në thelb të shtetit të së drejtës dhe kësaj gjykate, e cila ekziston brenda sistemit gjyqësor të Kosovës me qëllim që procedurat të jenë të pavarura dhe të drejta të sigurta. Prandaj ndodhemi këtu sot. Nëse të akuzuar kanë patur sukses në përpjekjet e tyre për të ndikuar mbi dëshmitarët, nuk ka rëndësi. Arsyeja se pse i kemi dhënë burimin kësaj çështje është që të mbrojmë integritetin e procedimit në çështjen 6 për të bërë të mundur që bota dhe publiku i Kosovës ta kuptojnë se çdo kush që përpiqet për të ndërhyrë, për të mos lejuar dëshminë e vërtetë të çdo dëshmitari që vjen përkara këtij trupi gjykues do të japë llogari. Mbrojtja e shtetit së drejtës do të thotë që askush nuk është mbi këtë ligj. Ligji zbatohet në mënyrë të barabartë për të tërë. Ne dimë se populli i Kosovës i merr seriozisht këtë akt akuze për shkak se krijimi i kësaj gjykate nuk kishte të bënte thjesht me krimet e luftës dhe krimet kundër njerëzimit, por përfshinte në mënyrë specifike edhe krimet e parashikuara në këtë çështje gjyqësore.